Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni kur flini mund t'ju kushtoj jetën. Çdo njeri ka pozicionin e vet të preferuar të fjetjes dhe në kundërshtim me disa besime popullore, nuk ka as edhe një mënyrë perfekte për të fjetur. Megjithatë, ka pozicione të mira dhe të këqija të cilat ndikojnë në cilësinë e gjumit dhe në shëndetin tuaj, por sa e keqe është në të vërtetë të flesh përmbys. Ne këtu do t'ju ftojmë të dëgjoni përgjigjen dhe të mësoni se çfarë mund të bëni për këtë. Mund të shkaktojë dhimbje në qafë. Sipas specialistëve, ky është padyshim pozicioni më i keq i gjumit, sepse shkakton disa dhimbje mjaft të këqija, veçanërisht në qafë. Shpesh kur njerëzit flen në bark, qafa e tyre ngrihet shumë lart, plus qafa është e përdredhur në njërin anë gjatë gjithë mbrëmjes. Si rezultat, shumë njerëz përjetojnë dhimbje në qafë në mëngjes. Mund të tendosni pjesën e poshtme të shpinës. Dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës është një tjetër shqetësim i zakonshëm tek personat të cilët flen në këtë pozicion. Ky pozicion ushtron presion tek nyjet në shpinë dhe në pjesën e poshtme të saj. Njëkohësisht nuk është e mundur të mbash shtyllën kurrizore siç duhet. Gjumi i vazhdueshëm në stomak mund të çojë gjithashtu në parehati ose dhimbje për periudha të gjata kohore. Ju bën të lëvizni më tepër. Ata të cilët flenë në stomak janë shpesh ata që lëvizin më shumë gjatë natës. Vjetja me fytyrë poshtë ngjesh nyjet në qafë dhe në shpinë dhe kjo mund të shkaktojë njëkohësisht mpirje të krahëve. Dhe për shkak të këtyre shqetësimeve, këta persona priren që të lëvizin ose të dridhen më shpesh gjatë natës, duke shkaktuar ndërprerje të gjumit. Dhe mungesa e gjumit cilësor lidhet me të gjitha llojet e efekteve negative shëndetësore si mbi pesha dhe presioni i lartë i gjakut. Mundet njëkohësisht që të përkeqësojë edhe refluksin e acidit. Kur qëndroni në këmbë ose uleni drejt, graviteti ndihmon në parandalimin e rritjes së acidit të stomakut që kalon më pas në fyt, por kur shtriheni, graviteti nuk ju ndihmon më. Kjo bën që acidi të ngrihet më lart dhe njëkohësisht të prish gjumin tuaj. Sa e keqe është fjetja në këtë pozicion, edhe pse nuk ka një pozicion të përsosur. Fjetja në stomak është padyshim më i keqi pikërisht për këto arsye të përmendura, ndërsa pozicioni më i mirë i fjetjes është pikërisht ai në shpinë. Si të korrigjoni pozicionin tuaj të gjumit? Flini me një jastëk shumë të hollë nën kokë ose hiqeni atë fare. Kjo bën që koka juaj të jetë në linjë me shtyllën kurrizore duke lehtësuar një person që të mos ndjej presion në qafë apo në shpinë. Vendosja një jastëku të vogël nën legen është një tjetër këshill që mund të shtojë pak rehati. Kjo mund të ndihmojë gjithashtu në korrigjimin e pjesës së poshtme të shpinës së harkuar. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ekzistojnë disa arsye tepër të rëndësishme të cilat tregojnë pse ju duhet të flini në të majtë. Ka shumë pozicione që njerëzit marrin në momentin që flen gjumë. Disa njerëz zgjedhin që të flenë drejt, disa me barkun të zënë poshtë dhe disa nga ana e majtë dhe disa nga ana e djathtë. Këtu ne do t'ju tregojmë arsyet pse është mirë që të flini gjumë në anën tuaj të majtë. Ndihmon gjithashtu në tretjen e ushqimit. Shpeshherë prindrit na thonë që të ham lehtë në darkë në mënyrë që ushqimi të mos na bëhet të dhjam. Sipas tyre gjatë natës tretja e stomakut nuk vazhdon, por kjo nuk është e vërtetë. Tretja vazhdon si zgjuar ashtu edhe në gjumë, por edhe pse tretja vazhdon,
Ju mund të ndihmoni më shumë këtë proces duke fjetur në anën tuaj të majtë. Lehtëson qarkullimin e gjakut në zemër. Një zemër e shëndetshme ndikohet nga një mori faktorësh duke filluar nga dieta deri tek cilësia e ajrit. Nuk është çudi që sëmundja e zemrës është vrasësi kryesor i të rriturve në të gjithë botën. Për të minimizuar rrezikun tuaj, duhet t'i bëni zemrës qarkullimin e gjakut më të lehtë duke fjetur në anën tuaj të majtë. Kur flini në anën tuaj të majtë, ju lejoni që graviteti të ndihmojë qarkullimin e gjakut në zemër. Zgjidhni të flini në anën tuaj të majtë për të shmangur problemet me qafën në mëngjes. Sa më shumë presion në shpinë kur flini, aq më shumë përpjekje bëjnë muskujt tuaj për të mbajtur gjithçka ku duhet të jetë. Gjumi në anën e majtë gjithashtu ndihmon sistemin limfatik që të filtrojë mbeturinat e trupit. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se sistemi limfatik është një rrjet enësh që mbajnë një lëng të quajtur limfë dhe limfa luan një rol kryesor në lëvizjen e të gjithë trupit tuaj, gjithashtu edhe në funksionin ton imunitar. Limfat munden që të mbajnë larg toksinat dhe njëkohësisht produkte të tjera të mbeturinave, kështu që një bllokim kudo në sistem shoqërohet me një shëndet më të dobët. Gjumi në anën tuaj të majtë, sidomos për gratë shtatzëna, lejon në rrjedhjen më të mirë të gjakut për të dy trupat, edhe për nënën edhe për fëmijën. Gratë shtatzëna qarkullojnë gjak për dy trupa. Kjo gjë kërkon vëllim më të madh të gjakut për t'u realizuar, ndërkohë një foshnjë në rritje e zgjeron mitrën dhe i bën presion shpinës dhe organeve të tjera. Gjumi në të majtë e bën gjakun të rrjedhë më lirshëm dhe heq presionin e fëmijës nga shtylla kurrizore e nënës dhe gjithashtu e mbron mëlçin tuaj. Sipas ekspertëve, pozicioni i gjumit ka një rol tepër të rëndësishëm për trupin dhe për shëndetin tuaj. Gjumi në stomak. Ky është një pozicion i cili nuk është ideal nëse po kërkoni që të shmangni rrudhat, plus që ju mund ta poziciononi qafën në një qëndrim jo komod, e cila ju bën të ndiheni më pas me dhimbje. Vendosja e jastëkut mund të ndihmojë me këto probleme. Megjithatë, ky pozicion mund të zvogëlojë gërritjen dhe simptomat e apnesë së gjumit. Gjumi në anë. Për njerëzit të cilët priren të gërhasin ose për ata me apnea të gjumit, gjumi në anë është alternativa më e mirë. Kjo sepse pozicioni është ideal për të hapur rrugët e frymëmarrjes. Për të njëjtën arsye, të fjeturit në anën tuaj të majtë mundet që të ushtrojë presion mbi shpatullat dhe ijet tuaja duke shkaktuar dhe dhimbje, dhe me kalimin e kohës, gjumi në anë mund të shkaktojë vija të holla në lëkurë, të cilat do të shndërrohen në rrudha. Ndërkohë, gjumi në shpinë. Gjumi në shpinë është më i mirë për shtyllën kurrizore dhe dhimbjet e kyçeve. Ekspertët e konsiderojnë këtë pozicion si më të mirin, sidomos nëse bëhet fjalë për dhimbjen e shpinës. Zgjedhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu të shmangni rrudhat që krijohen nga kontakti me jastëkun. Megjithatë, ky pozicion nuk është i favorshëm për të gjithë. Për njerëzit që kanë tendencën të gërhasin, ky nuk është pozicioni më i mirë. Njëjta gjë vlen edhe për ata të cilët kanë apnea obstruktive, e cila shkakton ndërprerje të përsëritur të frymëmarrjes gjatë gjumit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse doni të